Burimi i problemit në çështjen e gruas. Burimi i problemit në çështjen e gruas në shoqëri lidhet me dy arsye. Nëse do të mendohej për to dhe do të paraqitej një propozim i ri dhe të përpunohej në përpjekje dhe vazhdimsi, mund të shpresohet që me kalimin e kohës, qoftë në afat të mesëm apo afat gjatë, kjo çështje që sot konsiderohet në botë një krizë për gruan, mund të zgjidhet. Dy janë pikat. Pika e parë është kuptimi i gabuar dhe keqkuptimi i pozicionit dhe rëndësisë së gruas në shoqëri. Ky keqkuptim e ka origjinën nga perëndimi dhe nuk është diçka e lashtë dhe e thellë. Ata që pretendojnë se kjo çështje është përfshirë në protokollet e të mençurve të Sionit, mund të supozojnë se kjo nuk është e vërtetë. Kjo është, nëse e shqyrtojmë, do të shohim se keqkuptimi i gabuar dhe ky shtrembërim intelektual lidhet me kuptimin e gruas në shoqëri. Ndoshta ka më shumë se një shekull ose një gjysmë shekull në perëndim dhe ka depërtuar nga perëndimi në shoqëritë e tjera, duke përfshirë shoqëritë islame. Kjo është një pikë. Pika e dytë e problemit është një keqkuptim i çështjes së familjes dhe keq menaxhimi i sjelljeve brenda familjes. Këto dy probleme, sipas nesh, janë ato që kanë krijuar krizën e çështjes së gruas, që sot është një problem thelbësor në botë.